Forcat ajrore izraelite kanë kryer një sulm të gjerë dhe të planifikuar në Teheranin lindor, duke goditur një kompleks ushtarak të regjimit iranian që Izraeli e konsideron terrorist. Operacioni përfshiu më shumë se 100 avion luftarak dhe mbi 250 bomba të hedhura gjatë goditjes së drejt për drejt. Ndërsa ushtria izraelite deklaron se në total janë përdorur rreth 5000 bomba mbi objekte të ndryshme në Iran. Ky sulm shënon një nga veprimet më të mëdha ajrore të Izraelit kundër objektivave iranian në dekadat e fundit. Objektivat kryesor përfshinin selit e gardës revolucionare, drejtoria e inteligjencës, Basij, forcat QODS, forcat speciale dhe njësisë së sigurisë së brendshme dhe represionit. Sipas IDF-s, sulmi synonte të dobësonte kapacitetet operacionale dhe të inteligjencës së Iranit, duke parandaluar plane që Izraeli i sheh si kërcënime për sigurinë e tij dhe të gjithë rajonit. Ky veprim gjithashtu dërgon një mesazh të qartë se Izraeli është i gatshëm të ndërhyjë me forcë për të mbrojtur interesat e veta strategjike. Ky sulm vjen pas një periudhe të tensionuar në lindjen e mesme, ku përfshihen sulme dhe kërcënime reciproke mes Izraelit dhe Iranit, përfshirë përplasjet në Siri dhe programin bërthamor iranian. Analistët ndërkombëtarë konsiderojnë këtë operacion si një demonstrim të kapaciteteve teknike dhe teknologjike të Izraelit, por paralajmërojnë se mund të ketë edhe pasoja serioze diplomatike dhe humanitare, përfshirë viktima civile dhe dëme infrastrukturore dhe përshkallëzim të tensioneve në rajon. Ekspertët e sigurisë thonë se ky sulm mund të nxjisë një fazë të re konfrontimi në lindjen e mesme, ku mund të përfshihen edhe aktorë të tjerë rajonale dhe globale. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian do të jenë në presion për të reaguar ndaj këtyre zhvillimeve, duke vlerësuar rrezikun e një konflikti të gjerë që mund të destabilizojë zonën. Në thelb, sulmi i Izraelit mbi Teheranin nënvizon qëndrueshmërinë e sigurisë në lindjen e mesme dhe gatishmërinë e shteteve për të përdorur forcën ajrore në mënyrë masive kundër objektivave strategjik, duke rritur shqetësimet për një konflikt më të gjerë rajonal me pasoja globale. Në kontekstin politik, veprime të tilla gjithmonë shkaktojnë reagime të forta diplomatike, duke përfshirë thirrje për hetim ndërkombëtar, deklarata nga vende të treta për të shmangur përshkallëzimin dhe paralajmërime për ndërhyrje më të gjerë, që mund të ndryshojë balancën e forcave në lindjen e mesme. Në fund, sulmi mbi Teheranin tregon se tensionet midis Izraelit dhe Iranit janë në një pikë shumë të rrezikshme dhe çdo veprim i mëtejshëm mund të çojë në një krizë shumë më të madhe rajonale, me pasoja për sigurinë globale dhe tregjet ndërkombëtare, veçanërisht për energjinë dhe transportin detar në rajon.